rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga një korridor pa radhë në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është dhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda kufive të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria, dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Kjo nuk është retorik. Ky është horizonti ynë më i afërt se kurrë. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës me tarifat të njëjta si student të barabartë evropian, dhe jo me tarifa ekstra si student të huaj në Europë. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, kudo qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi në Varshavë, duke të gëzuar të njëjtat drejta si suedezët në Suedi, si portugezët në Portugali, si spanjollët në Spanjë, apo si polakët në Poloni, si dhe duke përfituar njësoj si ata sigurimet shoqërore e shëndetësore në cilin do shtet ku punon brenda perimetrit të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s do të bëhet shumë më e lehtë dhe hyrja pa viza në shumë vende jashtë BE-s, apo punësimi në ato vende me procedurat thjeshtuara për leje qëndrimi dhe leje pune. Me pasaportën europiane të Shqipërisë, shqiptarët do të përfitojnë nga të njëjtat standarde të larta të mbrojtjes së drejtave individuale në punë dhe para çdo institucioni ose çdo gjykate të çdo vendi të Bashkimit Evropian. Me pasaportën europiane të Shqipërisë, çdo shqiptar dhe shqiptare do të fitojë drejtën të votojë dhe të kandidojë në zgjedhje lokale kudo ku jeton brenda BE-s dhe për Parlamentin Evropian gjithashtu. Ndërkohë që dhe Shqipëria do të jetë pjesë e zgjedhjeve europiane dhe do të ketë përfaqësuesin e saj në qeverinë e BE-s, komisioner apo komisionere në Komisionin Evropian, si dhe plot djemë dhe vajza shqiptare në administratën e Brukselit. Dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, me pasaportën e BE-s, çdo ambasadë e BE-s i vjen në ndihmë kudo ku ndodhet një shqiptar apo shqiptare që zotron pasaportën e BE-s, nëse nuk ka aty pranë një ambasadë shqiptare. Ky është horizonti ynë i mandatit 4 i konkretizuar. Dhe sot unë juftoj në një maraton, epizod ekskluziv i këtij podcasti, me ata dhe ato që i janë bashkuar skuadrës sonë kombëtare për fitoren e 11 majit dhe që janë pjesë e përpjekjes së re të Partisë Socialiste për të qenë një parti e re për Shqipërinë në BE. PS-ja 2030 për Shqipërinë 2030. Fillojmë për